Teksa Eliona Binakaj është ende duke shijuar suksesin e saj pas përfundimit të Big Brother vi Kosova, një lajm i tmerrshëm e ka tronditur thellësisht sot. Telefonata se xhaxhai i saj humbi jetën në qytetin e Gjakovës e ka lënë pa frymë. Xhaxhai i finalistes së Big Brother vi Kosova është Rasim Binakaj, 38 vjeç, i cili ka humbur jetën në kulmin e moshës. Sipas burimeve policore, ai ka qenë së bashku me një mikun e tij në orët e para të mëngjesit te lokali My Place në Gjakov. Teksa po pinin kafe dhe po diskutonin, drejt tyre është afruar një person që ka shtënë 5 herë ndaj 2 shokëve. Xhaxhai i Elionës ka humbur jetën menjëherë, ndërsa shoku i tij është dërguar në spital për trajtim mjekësor. Sipas burimeve të parapolicore, dyshohet se personi që ka sulmuar 2 të rinjt është pronari i lokalit. Ai, pasi ka kryer këtë veprim, është kujdesur që të fshi pamjet e kamerave të instaluara në lokalin e tij. Më pas, ka dalë dhe është larguar me vrap, gjë që është evidentuar nga kamerat e bizneseve ngjitur. Policia po punon për kapjen e pronarit të lokalit me iniciale NZ. Ndërkohë, banorët e zonës janë shprehur se 38 vjeçari ka qenë shok me pronarin e lokalit. Burime pranë Elionës bën me dije se ajo ka mbetur e shokuar nga kjo ngjarje, pasi me xhaxhain ka patur një marrëdhënie shumë të hapur dhe ai ka qenë gjithmonë në krah të saj për ta suportuar në momentet e saj më të vështira. Dhe sa do të mbaj kjo zemër, nuk munde më të humbas njerëz që dua, mësoi të ketë thënë Eliona kur ka marrë lajmin. Stafi i Vjosa TV i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Binakaj dhe lutemi që Zoti t'i jap forcë për të përballuar humbjen e njeriu të tyre të dashur.